Shoqata Qamëria ka hapur sot në Prishtinë një ekspozit dokumentar kushtuar tragjedisë së popullsisë shqiptare të Qamërisë. Ngjarja shënon 82 vjetorin nga dëbimi i shqiptarëve nga vatrat e tyre dhe është pjesë e programit të javës Qame që organizohet çdo vit në Kosovë. Ekspozita përmban fotografi, dokumente arkivore dhe materiale historike që pasqyrojnë vuajtjet, dëbimet dhe humbjen e pronave të familjeve Qame pas vitit 1944. Sipas organizatorëve, gjatë 10 vjeteve të fundit shoqata ka zhvilluar aktivitete të pandërprera për çështjen Qame. Përfaqësuesit e shoqatës theksuan se synimi kryesor është që brezat e rinj të mos e harrojnë këtë pjesë të historisë kombëtare dhe të mbetet gjallë kërkesa për drejtësi historike. Shoqata Qamëria Kosovë në aktivitetet e saj për javën Qame që bëhet nga 22 qershor deri me 27 qershor, ku do të kulmojnë në Kloxher tek varrezat monumentale trëndafilat e Qamërisë, që një herë duke mos harruar të ftoj të gjithë shqiptarët nga Kosova që me 27 qershor të vinë në Kloxher, sepse unë e krahasoj varrezat trëndafilat e Qamërisë njësoj sikur varrezat e legjendarëve të familjes Jasharin në Prakas. Të flasim për Qamërinë është një gjë e tmerrshme. Por ta flasim e mos veprojmë është më e tmerrshme. Një gjë që duhet ta luftojmë, duhet në heshtje dhe të veprojmë. Kështu që asnjë gjë nuk shlirohet për pa dhënë mund dhe sakrificë. Ju kisha lutur gjithë pjesëmarrësve, çdo shqiptari që të angazhohet për shlirimin e atyre trojave, ku unë isha para disa viteve, e vizitova gjithë Qamërinë dhe aty pash gjithçka. Atëherë, unë s'pare për shumë Qamëri Kosova është me ne. Duhet me thonë shqiptarët jem me ju. Se jo Kosova, po gjithë shqiptarë. Ne kur fillum luftën, fillum për bashkimin e trojave shqiptare, ku ishte pjesë edhe Qamëria. Dhe atëherë ne bëm betimin për bashkimin e gjitha trojave shqiptare. Ashtu edhe unë, sikur komandant Geci, nuk është që them Kosova është me ju. Jemi gjithë shqiptarët ku do me ju, sepse Qamëria është vetëm një zonë shqiptare aty ku është zona e fundit shqiptare e cila përjetoi fatkeqësinë më të madhe shqiptare, ashtu siç ishim duke përjetuar edhe ne në vitin 99 në Arbri, këtu në Prishtinë. Sepse kemi harruar edhe qytetin e Thën apo Athinën, sepse është qyteti dhe djepi shqiptar, djepi i Liris, djepi Pellazgjis son, aty ku filloi të thuhej edhe të flitet gjuha shqipe për herë të parë. Andaj, përveç Qamërisë, edhe Athina dhe qyteti i Hasan Prishtinës, Selaniku, që mban emrin e motrës Aleksandrit Madh, janë qytetet tonat. Shoqata ka punuar pa ndalur për të mbajtur gjallë kauzën Qame dhe për të forcuar ndërgjegjësimin kombëtar e ndërkombëtar mbi padrejtësitë e bëra ndaj popullatës Qame. Ky përvjetor nuk është thjesht një datë kalendarike, është një moment i reflektimit, është një moment i kujdesës, është një moment i përgjegjësisë historike. Ne kujtojmë mira, burra e gra e fëmijë që humbën jetën atë ditë që u masakruan e u detyrun me u largu me dhunë prej trojave tëne. Jemi këtu për të rikujtuar 82 vjetorin të masakrës të një populli të pafajshëm të Qamërisë. Të dashur të pranishëm, Qamëria është një vend ku e tha dhe dikush vajton dhe qajnë akoma. Për mua si qenje gjallë, si një luftetar me një betim mbi supët e mia dhe shumë tjerëve këtu. Shqiptarët njëherë për gjithmonë duhet të ribashkohen e jo të cëptohen. Pra, Qamëria e ka të njëjtin fat si që kishe kja toka dardane e larë me gjak. Qamëria dhe grekët sot, veç pse në shej revolte e dërzuam një kuror në të zezë, ata thanë jemi shumë të prekshëm. Po ata nuk e dini se sa ne jemi të prekshëm shpirtnisht, që 100 ca vite neve shqiptarve duke na gri
duke na pre e duke na dobu nga pragu i shtëpisë tonë, e unë akoma bëlblitëm këtu para njesh, e nuk guxoj edhe nuk mundëm që secili njeri ta afrojnë në mënyrë shpirtërore dhe njerëzore dhe t'ja falin në qoftë se ka gabu ose kam gabu. Në kuadër të javës qame janë parapara dhe akademi përgojtimore, tribuna shkencëtore, homazhe dhe aktivitetet të tjera kulturore, ndërsa ekspozita do të jetë hapur për publikun në Prishtinë për disa ditë.